Territori që përbënte mandatin britanik për Palestinën ishte paksa më i madh se shteti i Massachusettsit, por pasojat e zhvillimeve në këtë pjesë të vogël të Sirisë Jugore dhe qëndrimet qarshi saj janë pasqyruara në mban lindjes së mesme dhe botës në përgjithësi, duke u dhënë trajt marrëdhënieve rajonale dhe të fuqisë së madhe, duke ndikuar në politikën e brendshme europiane dhe të SBA-s, duke gjeneruar 5 luftra, duke krijuar mbi 1 milion refugjat dhe duke prodhuar keq kuptime e mëri të mëdha. Historianët kanë dhënë këndvështrime të shumta mbi atë se pse mandati u bë burimi një grindjeje në një shkallë të tillë. Për disa, dështimi për ta zgjidhur konfliktin midis imigracionit hebre dhe ruajtjes së drejtave të arabëve palestinez qëndron tek pavendosmëria dhe tendenciozitetet e qeverive britanike që mbajtën pushtetin për mbi 30 vite, nga viti 1917 deri më 1948. Duhet kemi parasysh që në fillim premisën unike mbi cilin u krijua mandati për Palestinën. Një palë e tretë, Britania e Madhe, e premtoi një territor të vogël që një shumicë arabe kishte banuar për rreth 1200 vite si një adhe kombëtar për një tjetër popull, bashkësinë ndërkombëtare hebreje, shumica e së cilit jetonte në Europën lindore. Pretendimet sioniste për të njëjtin territor të banuar nga arabët palestinez janë në rrënjë të konfliktit për Palestinën. Bashkësitë hebreje të Europës e mbajtën gjallë idenë në një kthimi në tokën e shenjtë përgjatë shekujve, që prej largimit të tyre nga Palestina me pushtimin romak të shekullit të parë. Palestina zinte një vend aq qendror në kulturën fetare hebreje, për shkak të besimit se krijimi i mbretërisë së Izraelit pas Eksodit përfaqësonte përmbushjen e premtimit të Zotit për hebrejt, se ata ishin zgjedhur për ta plotësuar fatin e tyre në Sion. Kujtimet historike të sundimeve të Davidit dhe Solomonit u përzihen me aspektet të ritualit dhe besimit fetar për të krijuar një vizion të qëndrueshëm të shpëtimit përfundimtar të popullit hebre nëpërmjet një kthimi në tokën e shenjtë. Sionizmi politik modern, nacionalizmi hebrej përqendruar te Palestina, u ngjis në Rusi, në vendin e antisemitizmit të ashpër. Pas programeve të fillimit të viteve 1880, u formuan grupe hebreje me synimin specifik për të ardhur në ndihmë vendosjes hebreje në Palestinë. Këto grupe të shpërndara u organizuan në vitin 1884 në një agjenci qendrore koordinuese për të marrë emrin të dashurit e Sionit. Gjatë viteve 1880 dhe 1890, të dashurit e Sionit mbështeten ngulime të vogla bujqësore në Palestinë, që njihen si Aliyah, por sipërmarrja vuajti nga mungesa e fondeve dhe ngulimet nuk ishin shumë të suksesshme. Më 1882, në kulmin e programeve, doli një traktat tetë me ndikim në historinë e sionizmit politik, e titulluar Auto-emancipim dhe e shkruar nga Leo Pinsker. Broshura argumentonte se hebrejt duhet të merrnin në dorë fatin e tyre dhe të krijonin një shtet të pavarur hebre për t'i dhënë fund statusit të tyre për herë të huaj. Më 1896, një pasardhës ideologjik i Pinskerit, Theodor Herzl, shkroi punimin Shteti hebre, që siguronte bazën ideologjike për sionizmin politik. Teza e Herzlit ishte se hebrejt përbënin një komb, por mungonte një shtet politik brenda së cilit mund të shprehnin lirisht kulturën e tyre kombëtare. Më 1897, në Bazel të Zvicrës u mblodh kongresi i parë sionist, në cilin u miratua një program që theksonte se objektivi i sionizmit ishte të sigurohej një adhe i njohur ligjërisht në Palestinë për popullin hebre. Sultan Abdulhamidi II e kundërshtoi idenë e ngulmimit të hebrejve europian në shkallë të gjerë në territorin osman, dhe asnjë fuqi europiane nuk ishte e prirur të mbështeste një lëvizje që nuk jepte avantazhe diplomatike. Deklarata e Balfurit ishte një tjetër skemë ndarjeje e territoreve osmane. Një sër faktorësh u bashkuan përgjatë luftës së parë botërore për ta sjellë çështjen e sionizmit në vëmendjen e kabinetit britanik. Më 2 nëntor 1917, sekretari i jashtëm britanik Arthur Balfour i shkroi Lord Rothschildit një figurë të spikatur në qarqe sioniste britanike, duke njoftuar se kabineti kishte miratuar deklaratën në vijim të simpatisë për aspiratat sioniste hebreje. Qeveria e madhërisë së tij e sheh me pëlqim themelimin në Palestinë të një adheu kombëtar për popullin hebre dhe do t'i bëjë të tëra përpjekjet për ta lehtësuar arritjen e këtij synimi, duke qenë kuptuar qartë se nuk do të bëhet asgjë që mund t'i cënojë të drejtat civile dhe fetare të bashkësive ekzistuese jo hebreje në Palestinë, apo të drejtat dhe statusin politik të gëzuar nga hebrejt në çdo vend tjetër. Kjo ishte deklarata e Balfurit, me rrjedhoja të mëdha, një dokument i shkurtur i mbushur me 2 kuptimsi dhe kontradikta të tilla që i pështjelluan të gjitha palët e përmendura në të. Marrja britanike e Jeruzalemit në dhjetor të 1917-s
çoi në pushtimin ushtarak nga Britania të Palestinës nga vitin 1917 deri në vitin 1920.